إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Gjitha hamd dhe falëndrimet I takojnë Allahut të lartësuar. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selamet ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, e transmeton një hadith Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, I cili thotë se një ditë teksa po rrinim së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një mezhlis, sikur se ne që jemi sot, pa prit mas të shfaq një njeri me tesha shumë të bardha, me flokë shumë të zinj, që nuk u dishte as një gjurmë me udhimit, sepse njeri ju në kohë të mëhershme kur ka udhtu, është pluh nos, është bë pa krejë dhe pa u rregullu. Thot ky njeri që u fut me neve në mezhlis, as një shaj të udhimit nuk e posedonte. Edhe ul pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I afroi gjunjët e tij te gjunjët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I vendosi duart e tij mbi shpatullat e tij, mbi këmbët e tij dhe I tha: "O Muhammed, trego, tha, çka është Islami?" Trego, çka është Islami? Zakonisht o Muhammed e kanë thirr beduinët që kanë ardhur prej shkretimës, sepse as Allahu xhalla wa ala robën e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam në shumë thirrje I thot: "Ja ayuhan nabiyyu, ja ayuhan rasul, ja ayuhan mudaththir", o ti pejgamber, o ti I dërguar, e kështu me radhë. E beduinët që kanë qenë në përshkretim, që kanë qenë të egër, e kanë thirrë: "O Muhammed", edhe ky njeri që s'pe njohin sahabët kush është ai, sepse kur hin në mezhlis një njeri pa njohur, dikush thot: "Po be filani është me mua se është I biri filanit Allahun." Kët njeri s'pe njeh kërkush. O ul pranë pejgamberit dhe I thot: "O Muhammed, trego çka është Islami." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Islami është me dëshmu se s'ka zot tjetër përveç Allahut, një që e meriton më adhuru, ta falësh namazin, ta jepësh zakatin, ta agjërosh Ramazanin edhe të shkojsh në haxh." Pastaj I thot ky njeri: "Tha mirë ki, tha të vërtetën po thon." Omeri radhiyallahu po çuditë po thot, edhe po e pyet, edhe po thot: "Mirë ki, çudi." I thot: "Tregon pra çka është imani? Çka është imani, besimi?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot: "Imani është ta besosh Allahun, me lajket e tij, librat e tij, pejgambert e tij, ditën e gjykimit dhe caktimin ka dhënë Zotit, qoftë ai hajër apo sharr." Prapë I thot: "Mirë ki, të vërtetën e ke thonë." Pra po çuditet sahabët, s'pe njohën. Po thot pastaj: "O Muhammed, tregon çka është ihsani?" Dhe ihsani është me adhuru Allahun sikur se me e pa atë, edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty. Dhe I thot: "O Muhammed, tha, tregon, tha, kur bëhet kiameti?" Tregon kur bëhet kiameti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot: "Për sa I përket kiametit, as I pyeturi, as pyetsi nuk e din kur bëhet. As ti që bën vet, as unë si pejgamberi I Zotit nuk e dim kur bëhet kiameti. Vet Allahu xhalla wa ala e din kur bëhet kiameti." Tha: "Pra mi trego, tha, shenjat e kiametit, tha. Mi trego disa shenja që kur të ndodhin ato, kiameti është afër." Tha: "Kur robresha ta lind pranaren e saj, prej të kiametit. Kur kom zbathurit, ata që kanë ecë dath, edhe të zhveshurit, edhe fukarenjet, edhe barinjet, të garojnë se kush për I maron banesat më të mëdha, tha prej të kiametit." Najti edhe pak, edhe u largua ky njeri. Omeri radhiyallahu anhu e transmeton hadithin dhe mezhlisi ka qenë plot, po Omeri është çudit, sepse Omeri nuk ka mujt me I bajt gjërat që nuk janë normale, nuk ka mujt me I bajt pa e para reagu me njëherë. Edhe u afru te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I çuditur.
Pejgamberi po pyet Omer, a pe din kush e kë që po na pyetni që mor pyetje? A pe di kush ke ky që erdhi dhe na pyeti? Jo, i dërguari i Zotit tha. O i dërguari i Allahut tha, jo, Allah dhe i dërguari i tij e din. Tha ky ishte Xhebraili alayhis salam. Xhebraili alayhis salam erdhi me ja mësu juve fenë ju. Wallahi dashur lezër, kur Xhebrailin alayhis salam kjo fe e ka mësues, edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam xhans dhe kundërta Muhamedi alayhis salam mësues, edhe Xhebraili më ul para tij në gojë, edhe më mësu, kur mos u të që hub kjo feja, kur hiç mos u të që hub kjo fe, po ti edhe unë ku jemi në raport se, unë edhe ti të xhansat kujt jemi, unë edhe ti, a jemi në xhansa Xhibrilit edhe të Resulullah, apo në xhansat e të tjerëve të cilët ta prishin moralin, dinin edhe gjithçka që ekziston në këtë tokë. Ky hadith është madhështor të dashur vëllezër. Sa herë që dëgjoni o ju që keni besu, ata të cilët kanë besu, e ka për qëllim këto 5 shtyllat e Islamit edhe 6 shtyllat e imanit. Këto 5 shtyllat e Islamit dhe 6 shtyllat e imanit. Për mos monal shumë në to me dal ka fundi. Pastaj dashur vëllezër, na tregoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam që kiametin nuk e din askush kur bëhet. As nuk e din pejgamberi, as Xhebraili alayhis salam që është meleku më i afërt i Zotit nuk e din kur bëhet kiamet. Atë di vetëm Allahu xhalla shanuhu. Ama i tregoi shenjat kur do të ndodh kiameti. Kur robresha ta lind pranaren e saj. Si kështu? Ulema Islami thonë, ka funi, ka akhiru zamani, atë shumë ka me pas njerëz të nxanë në rob, sepse ka me pas trazina, sa që vajza e liron me pagesë nanën e saj, edhe bëhet pronarja e saj. Në këtë formë, e disa bashkëkohor thonë, nana e lind vajzën, ama pronare është vajza se se ngon, sikur se sot që është. Se ngon prindin, se ngon babën, se ngon nanën, bëhet zotresha e saj. Çka ti thot vajza? Për hunë e ngrej nanën e vetë. A sot që ashtu sot? Wallahi, 90% po. 90% po. Kur ndodh kjo, thot prit e kiametit. Tjetra që është shumë rëndësishme. Kur këm zbathurit, ata që kanë ecë daf. Kur të zhveshurit që i kanë pas pantollat me 300 harna. Edhe kur barinjet, çobanat, të garojnë për banesa kush mi maron manalt, dihet që kiameti është natë. Ky hadith mos keq kuptohet, sepse njeriu mund me kon fukara. Mund me kon fukara. Mund me pas pantollat me lecka, a mund me qenë fukara intelektual. Me kon fukara, po intelektual, njeri që ja ka frikën Zotit, njeri i nërshëm, njeri që ka dije. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po flet për kategorinë më të ulët të njerëzimit që nuk kanë dije, janë ignorant, janë jahil, nuk njeh din, nuk njeh iman. Sepse njeriu mund me kon fukara, mund me qenë intelektual, mund me qenë bari, po mund me qenë profesor. S'po flet për këtë kategori, nuk po flet. Po flet për kategorinë më të ulët në aspektin e moralit, në aspektin e dinjitetit, në aspektin e frikës ndaj Zotit xhallahu ala, për beduinët, pastaj të cilët kanë qenë bari të deveve, edhe të tjerë, edhe kanë ecë daf, edhe me çizme plastikut, sikur se të na, edhe hop, nesra ai shtyhet me ty se kush po i ndërton ndërtesat mas larti, edhe pastaj këta e kanë dorë çështjen kryesore edhe ekonominë e atij vendi. E atëherë mos zvet për atë vend, mos zvet për atë popull, sepse kiametin e bin shumë natë. Kiametin e bin shumë natë. Sepse nuk po thot hadithi për ata intelektual që janë fukara, e nesër bën pasunik edhe ndërtojnë ndërtesat ato. Jo, s'po thot. As po njerëz të mençur që garojnë ndërtesat. S'po thot se ai zgaron, në esencë nuk garon, ai ndërton për veti, për biznesin e vet. E këta garojnë në mëzveti, kush kunja po ja kalon. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, nuk do të bëhet kiameti me një hadith tjetër, derisa njerëzit më të ulët do të bëhen më të pasurit edhe të privilegjuar. Njerëzit më të ulët kanë më bëhen më të pasurit edhe do të mjafshu vënin ti kur gjana i mëzves. Më të privilegjuar. Pastaj thot, do të ketë vite mashtruese. Në këtë kohë do të ketë vite mashtruese, ku i besumi do të akuzohet për tradhti, gënjeshtar, ndërsa mashtruesi do të konsiderohet i besueshëm edhe ai kur ti në mesdit do të merrej aplauz kur të nai. Merrej shpëllar. Tradhtari, gënjeshtari, çmionit do të mjallshu vend.
me bo analist, e tani valla, vallaj, vetë e kena. Pastaj mendjeleti thot, flet për çështje të rëndësishme, të mëdhaja. Mendjelet njeri, s'din kur gjë heq, se fi, që 30 dele me adhon 20 të bjen aksham, ky pastaj flet për çështje të rëndësishme, që kanë të bëjnë me të përgjithshmen tonë. Pastaj thot Resulullah në hadith tjetër, kur çështja tu besohen atyre që nuk janë kompetent, të ndëdhri sa, prej të kiametit. Kur çështja tu besohet atyre të cilët nuk janë kompetent, qëfse hoxhallaki i besohet një njeriu që s'është kompetent për me shenë hoxhë, prej të kiametit. E nisë për vetës, a ka vallaj, plot. Ka, plot. Se del tani fajdegjie, po qysh be hoxha fajdegjie? Po del tani, se ka merituar pëzi. Për nisi për vetës, e pastaj të profesori, e pastaj të doktori, e pastaj të politikani, e pastaj të udhëheci, të gjithë. Kur e mera i që se meriton, prit e kiamet. Për këtë arsye, dashur vëllezër, nëse gjendja e udhëhecëve dhe njerëzve kryesor është e këtill, atëherë përmbysen të gjitha parimet me të cilat jeton njeriu në këtë botë. Përmbysen të gjitha parimet, edhe kur përmbysen parimet, atëherë prit e kiamet. Atëherë prit e kiametin. Nëse ne dëshirojmë me shty kiametin, alo më shumë, duhet me ia dhënë vendin e merituar atij që e meriton. Edhe mi thon ditën e mirë atij që s'e meriton. Në këtë formë vetëm neve mundemi me shkute para dashur vëllezër si individ, do mundemi me shkute para si shoqëri, mundemi me shkute para si shtet, si vend, në mënyrë që pastaj Allahu xhallahu ala çon bereqet dhe çon mirëqenie dhe çon mirësi në mënyrë që të largohen mendjeletin nga vendet të cilat nuk e meritojnë, duke lutur Allahun xhallahu ala që të mësojmë nga këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka treguar para 1400 viteve e që sot janë prezent në mesin tonë, sikurse me i pa me sytë e tanë, në mënyrë që ne si besimtarë pastaj mos t'i mbyllim sytë para të keqes, por të reagojmë atëherë kur duhet me reagu, të flasim atëherë kur kemi mundësi me fol, të veprojmë atëherë kur kemi mundësi me vepru në mënyrë që kur dalmë para Zotit xhalla shanuhu wa taqaddasat asma'u, me qenë faqebar, me qenë prej atyre të cilat e kemi dhënë hakun në gjitha sferat e jetës, duke lutur Allahun xhalla wa ala që ta ruaj vendin tonë nga sherri të tjerëve, sherri i sherrxhinjeve, ta ruaj vendin tonë nga kurzat e brendshme dhe të jashtme, duke lutur Allahun xhalla wa ala ashtu siç ta ka bashkuar në këtë xhami, na bashkojnë në xhenetin e tij. Qul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.